Edhe thjesht po përgatitem për datë 6. Kam një koncert në Tiranë. Ku do zhvillohen Miss Universe. Edhe kjo seancë u shtyp, sepse palajt e shmimtarëve tjerë janë shumë të zënë me punë. E nuk e di. Kështu që do t'i shtyve unë tani, sa herë të ke mundësi që t'jeni zënë me punë. Edhe thjesht po mbim këtu, më s'dia si që ka ndodhur. Çfarë marrëdhënie keni me Larta Gjun? Ra shok ngushtë. Shok në ç'kuptim? Si shketi një shoqe, ky është kuptimi. Ke shoqe ti teta? Po kur jeni zënë me ke pas konflikte me Noizin, ai ke thënë Larta Gjun dhe kërkuar ndim? Qa të ka thënë ai djali ti? Cili djali? Po ti unë, kush të ka thënë ty? A ke pasur konflikte me Noizin? Pa, A ke kërkuar ndihmën e Larta Gjun? ja. Ka qenë, në fakt keni qenë shoqëruar në atë kohë pas sherrit të Volga. Pra, Ti s'digja teta apo bëni e keni kështu ironi sokratike, bëni sikur s'dini asnjëherë gjë. Ne dim çfarë Se është. ju dini të gjitha kronikën e zez, kupta? Edhe ky personi, unë jam palë dëmtuese këtu, siç është ai me tritol, unë jam me grushta. Në Po rregull. këto na thuaj. Po jo, këtë e diti, po s'doni ju ti përmendni. Kurse babaja ti të vje këtu dhe thot nuk e njoh, kës njef ai mu? Mos mjef. e Ma një jeni- keni takuar? Mjef shumë mirë. Ku jeni takuar? Edhe pse ka qenë konflikt, nuk kemi pas konflikt, ne kemi pas prekje fizike. Kupton? Ai kishte relata të mira për ty, Kleviol. Po dhe unë shumë relata të mira dhe ai është konflikti ka baba qenë për shëmbullor. muzikën, ka qenë për Po muzikën. problemi është që duhet marrim përgjegjësi këtu. Çka ka ndodh, ka ndodh. Po, më ka gjujt. Më çunte burgu, e kanë gjujt këtë me tritol digjan, çfarë problemesh ka ky me kë i ka ky? Po tani si i keni marrëdhënie? Tani marrëdhëniet nuk e di fare se i kam. Unë heci me blinda nga Afrika Noizi. Pse? Në rregull. Po se pagun leka i me mbra. Apo si di as këto ti? I keni raportuar këtu në prokurori? Po i kam raportu, i di dhe stresi. I njihni stresin. Keni bërë kallëzime për këtë? Jo, se s'mi merr njëri parasysh. Ku jeni drejtuar dhe nuk e Kam frikë të shkoj, se s'mi marrin parasysh kurse këtyre ja marrin. Nëse ka një prokurori që mi merr parasysh, hajde ti firmos. Mos më thret njëri. Çfarë konflikte keni patur ju me Noizin? Kam pasi konflikt që kam pas shah në mënyrë artistike, siç na shante ai ne. Dhe një ditë bukur më mbush Keni mendja. bërë dis domethënë. Jo dis, përveç disit dhe këshu nëpërmjet rrjeteve sociale. E njihni Noizin ju zonjë? Rigel Srajku, Po Rigel A mund na Srajku. shpjegoni kuptimin e fjalës sharje në mënyrë artistike? Sharje nga rob të vlla. Çfarë s'po kupton ti? Shahesh nga rob, si shahen parlament, këtë gjuhë. Ju i ti e shani një herë vlla? Atë kanë shani një herë? Gjinjem. Kleviol, a ka ndonjë mundësi pajtimi me Noizin që Po të si ketë? s'ka mundësi pajtimi vlla. Pra, Unë i ju kam bërë thirrje dhe kryeministrit me pajtu se ai e ka të vetin. Rama, Po, jo s'mu ka përgjigj. keni ndonjë thirrje ndoshta Noizi po na shikon edhe keni ndonjë thirrje për t'ia drejtuar Qa thirrje? mesazh? Kam thirrje që të vite gjyqi këtu. Mos na shys seanca. Se unë sa kam fillu me projekte, po dal njët, se i ka një 20 vjet që ha koncerte, kupta. Tani ka ardhur radha ime. Dhe të vi këtu, dëshmoj çka ka për dëshmu. Ti ke dhe unë punë time, e mos të vi prapë unë këtu se mungon ai, të vi unë prapë këtu. Se herë tjetër do mungoj unë kur të vi ai. Kështu që të vi këtu, të përballet siç është për të përballë, të japi këto intervistat që japun që thot pore, këto çka ka ndodh. A do gjejmë zgjidhje as do gjejmë zgjidhje. Nëse kuptoj tani se çfarë po ndodh. Ti do vish paraqitesh prapë sërish. Unë do vi do paraqitem, vëlla se më thanë paraqitem edhe Edhe një pyetje të fundit. Keni ardhur 2 herë në këtë prokurori, në kohën kur ka qenë prokurit për krimet e rënda, Po. dhe tashmë si është prokuria e posaçme. Po. Rikthim pas shumë vitesh. Do të kuptosh ndryshimin a Po, si. ju keni qenë i pandehur në këtë proces, tek procesi i krimeve të rënda. Procesi i parë ka qenë se kam qenë Prokuror i Elizabeta. akuzur, po, për Parim Kolluri dhe Doloreza Musabelliu, i përshëndes profesionalisht. Atje kam qenë në një pozicion tjetër, sot jam në një pozicion tjetër. Kupton? Edhe kjo sot më duk shumë misore si seancë. Edhe mu drejtun gjyqtari misisht, korrektësisht më pyeti për datën e ardhshme që mos kisha edhe unë problem. Edhe gjetëm një zgjidhje për datën e ardhshme dhe thjesht tani po iki me kokën mrapa se duhet vi prap. Edhe herë tjetër tani duhet gjej një veshje tjetër vëlla se s'duhet vi me këtë veshje, kupton.
Edhe më kushtove kjo ardhja këtu. Kështu që kishe me i pyetje ti. Faleminderit. Jo, pse do të ndryshosh veshjen? Apo nuk apo njihesh me këtë veshje? So, vim tani me të njëjtën veshje si Nuk e vesh dy herë një e vesh, rroba. po jo te kjo seancë. Kupton? Do ta vesh. E vlerësojnë si performancë. Qa mendimi ke për spagë, o gjykatën e për spagë? Po shqyqy që janë krijuar vlla. Shqyqy. Të opinion kam, një që i keni. Faleminderit. Faleminderit.